Mirë se vini në episodin e radhës We Economy. Sot do të flasim për kursimet. Kursimet në kohë të krizës, si të mbijetojmë dhe të dalim më të fortë financiarisht. Po, ndoshta është një fjalë kështu që mund të tingëlloj bukur, por që jo ekziston në botën reale. Thanë, në kohë krize nuk fitojnë vetëm të pastrit, ose ato që janë të pastër nuk dalin më të pastër vetëm në situatë krize, por fitojnë ato të cilat dinë të menaxhojnë më mirë paratë. Thonë, pyetja është, a kemi ne kursime brenda 3 muaj të ardhshëm në kohën e krizës, ose a e dim ne ku na shkojnë paratë brenda muajit, a bëjmë një farë lloj bilanci. Në kontekstin e vendojmë në ndodhi që na ndodhin së fundi, inflacioni, pasiguritë ekonomike, edhe rritjet e çmimeve që ndodhen te ne. Sa duhet ne të kursejmë dhe si duhet të kursejmë? Normal, me mua në emision është edhe Visari. Visar, mirë se erdhe prapë të them këtu në emision, edhe mendoj se e kapim një temë interesante të cilët do duhet të folim jo vetëm për ato tema të cilët i folim për çdo herë në thrasin e për studio, për çështje makroekonomike, për shtetin, po do duhet ta gjejmë një kontekst tjetër të flasim për qytetarët dhe për bizneset. Si ato duhet të kursejnë. Unë nuk dhe kësha thënë që është kursim, sepse zakonisht kursimet e ne nënkuptojnë kursime para që vënë nën jastëk edhe ruhen nga keshi i tepërt, nga aktiviteti familjar apo biznesor, apo edhe vendohen si depozita kursimore në banka. Unë do flasë dhe me thënë, do mundohemi që të shpjegojmë se cilat mund janë metodat e qytetarëve, para vendimeve ekonomike që ato marrin, për të arritur mirëqenien ekonomike të familjes vetë, po e për të bërë pak pare, kështu që do ta quaj investim. Siç ka investim shteti, ka investim kompania, ka investim edhe qytetari. Edhe pse investimi i tyre vjen nga kursimet personale, investimet e shtetit vijnë nga taksapaguesit, edhe ne, kur kemi para të tepërta në xhep, mundohemi që cila është mënyra më e mirë për të investuar të para. Por kthehemi në temë, do të thonë, ne flasim tash për të cilën do duhet patjetër ta paraqesim këtu. Çka bëhet në rastin kur te ne bie, domethënë rritën çmimet për ditë, domethënë sepse kemi inflacion, domethënë normal bie fuqia blerëse dhe kemi pasiguri në punë, kemi ulje të konsumit, që është gjë normale në situata krize dhe kemi një stres financiar. Thonë, si këtu ne mundet, domethënë, kriza a mund të na paraqitet vetëm si problem, ose ne mund të kemi një farë testi financiar edhe për qytetarët ta bëjmë edhe për kompani. Se shumë mirë ceke, është investim, por këtë si duhet ta bëjmë ne? Unë mendoj që këtë duhet ta bëjmë nëpërmjet diversifikimit të mjeteve financiare tona, apo edhe vendime që marrim në ekonomi. Unë kam bërë një tabelë këtu Abil, që mbase mund ta kap edhe kamera, dhe kam vendosur disa burime financiare apo disa instrumenta financiare ku mund investojnë qytetarët, edhe pastaj nëpërmjet këtyre kolumnave apo këtyre shtyllave i kam caktuar për shembull disa parametra se sa është i sigurt apo i pasigurt investimi i tyre. E para është norma e kthimit. Po një portfolio risku. Po një portfolio risku ose investimi në fakt, sepse çdo lloj investimi ka të drejtë ka një lloj risku, edhe pastaj këtu riskun e kam vendosur tek pjesa e niveli i riskut. Do të thënë a është i ulët, a është i lartë, a është i mesëm. Po një mas pari aset. Aset është çdo lloj burim pasurie që ka kompania. Kompania i ka asetet në patueshmëri apo edhe në goodwill në emrin e vet, ndërsa qytetari i ka asetet në patueshmëri, shtëpi, tokë, kështu me radhë, plus edhe cash, para. Edhe këtu i kam vendosur të gjitha asetet që mund të ketë niveli i riskut, që është i ulët, i lartë apo i mesëm. Norma e kthimit, sa përqind të kthimit sipas nesh të dyve mund të ketë për çdo lloj nga këto instrumenta financiare investimi, likuiditeti, domethënë nëse tregton atë lloj aseti sa shpejt mund vijë deri tek paraja, edhe periudha ideale kohore e investimit, domethënë PKI, që tregon se nuk mundesh në ndonjë nga këto instrumente investimi do të jetë më afatgjatë, diku mund të jetë më afatshkurt. Këto janë disa nga. Tani është mishkë nga këto. E ti shpjegojmë, para njerëz, domethënë folim pak për normat e kursimit, depozita që vendosen nëpër banka, për institucionet financiare, E tani këtu zakonisht tek ne njerëzit i mbajnë paratë në dy mënyra, ose i mbajnë në jastëk, që është e pa imagjinueshme, ose i mbajnë nëpërmjet depozitave kursimore që janë edhe nari. Po, do flasim për kjo metoda më klasike që është. Domethënë para është ose i mban në jastëk ose i bën në bankë.
Tani për ta marrë vesh, domethënë, pse është e keqe JST-ku, është sepse nëse ke sot 100 euro, edhe vlera e inflacionit është 4%, ti ke vlerë për 4% më të ulët të atyre 100 eurove pas një viti, nëse është 4%. Te ne norma inflacioni shkon 3.4 deri në 4%, domethënë ti me një herë humbë vitin e ardhshëm ke 96 euro vend të kesh 100 euro. Pse? Sepse inflacioni e han vlerën e paras, për shkak të rritjes së çmimeve, kështu me radhë. Domethënë këto mos i fus se kemi folë për këto konceptet makroekonomike. Paraja menda në asnjë nuk ka vlerësuar, po edhe humbet vlerën, tham edhe një herë. Ndërsa e para është kursimet nëpër banka. Kursimet në banka, niveli i riskut, unë e kam vendosur, është i ulët, sepse nuk ka ndonjë risk të madh se bankat kanë edhe siguri, po edhe disa nga këto kursime ose edhe banka qendrore ka fondin e vet. Ka një fond i cili drejt 5.000 euro për qytetari mbulon të gjitha humbjet nëse banka likuidohet apo e humbet tregun apo edhe bankroton. Norma e kthimit është domethënë e menjëhershme, sepse ti momentin kur ti do t'i kthesh, do t'i marrësh paratë tua, prapë e ti jep. Mirë, po ka edhe këto që quhen të depozitume me afat, oroçeri si i thonë makedonisht, apo që t'ia thon banka, ke 6 muaj, ke 1 vit, ke 2 vite. Këto kanë normë më të madhe të kthimit, mirë, po atëherë ti s'mund t'i marrësh paratë kur të duash ti, po duhet të lësh deri në 6 muaj. Prandaj është e rëndësishme që nëse ju duan paratë, likuiditet keni mujor, nuk mund t'i depozitoni me afatizoni, sepse ju duan parat për t'i mbuluar shpenzimet operative. Kursimet të afatizuara, ne kështu e flasim. Ashtu, kursimet të afatizuara. Nëse pastaj keni një lloj keshi që i cili është rezervë dhe nuk përdoret, atëherë mund t'i afatizoni me afatizimi 6 muaj, 1 vit, 2 vite. Normalisht dhe norma e kthimit është më e lartë sepse ju i afatizoni dhe banka i përdoren këto para për finansimin e kredive të sektorit privat apo për depozitime në bankën qendrore. Likuiditeti është i menjëhershëm sepse nëse ti i vendon kursime, shkoni ngren paratë kur të duash, apo nëse i afatizon, në momentin kur përfundohet afatizimi, ti s'ke problem. Periudha kohore ideale është afat shkurt dhe afat mesëm, sepse afat shkurt ti merr një përqindje të vogël, ndërkohë që nëse afatizon afat mesëm ke. Çfarë është e rëndësishme është që përqindja e normës kthimit, nëse ti do shkosh tek banka, edhe e pyetën bankën sa paratë marr nga kjo dhe unë kam i bërë një ulëmtim, unë i banka pas ka normën e kthimit më të lartë, deri në 4%, banka që e kanë prej 2 deri 3%. Po lëvizje, po. Për qytetarët është dikon prej në 2.8 deri në 4%, kurse për bizneset është më e vogël, që është gjë normale. Më e vogël, po edhe kjo 0.4 kur ta vendosni, domethënë se cila bankë do shkojnë, duhet ta shikojnë gjithmonë normën e inflacionit. Domethënë që nëse inflacioni është 4% edhe ju japin juve 4%, domethënë ju keni 0 euro fitim, sepse u ka hangër inflacioni një fitimin që në çdo ta merrni nga depozitimi. Nëse depozitimi është 2%, inflacioni është 4%, ju keni humbur 2% sepse vlera e paras humbet. Kjo është e para. Do të thosh diçka ti për këtë depozitimet në banka? Jo, vazhdojmë te pjesa tjetër se janë instrumentet që duhet patjetër ti. E dyta është keshi si paraja. Tani pyetja është si mund të fitosh nga keshi, shumë interesante. Ne thamë që depozitimi në banka është me rrezik të ulët, tani keshi këtu, kur them për keshin, flas për diversifikimin e portfolio's të currencies, të monedhave të cilat janë të njohura botërisht. Domethënë dollari, është poundi britanes, jeni japonez e kështu me radhë. Domethënë kur them për para nuk flas për denar, po flas për denar për diversifikimin e shportave të thjesht të blesh valuta të huaja të cilat tregtohen në tregun e monetar. Shumë bukur, po. Domethënë nëse njëra valutë e humbat vlerën, tjetra ngritet, sepse këto janë normalisht vlera shkëmbimi ndërmjet valutave në tregun financiar monetara. Edhe unë shpesh u them nëse ke 100.000 euro, don të investosh parat, asnjëherë mos i mbanë një valutë, sepse nëse ajo valutë humbet vlerën, devalvon, bravo, atëherë edhe ti humbet. Nëse diversifikon atë portfolion e juaj, atëherë ju normalisht do përfitoni në bazë të vendimeve që merr. Shtetet, këtu mund të flasim pak, shtetet e ulin valutën në mënyrë artificiale.
Domethënë para është kur ti e ke ekonomi, do të kesh ekonomi të qëndrueshme dhe të fortë, normalisht valuta e fortë, sepse do që qytetarët tu të kenë më tepër para nëpërmjet rrogave, atëherë ti reagon që të ketë një valutë më të fuqishme dhe që mund të blej më tepër produkte për shërbime. Në qoftë se ke një sektor më të madh eksporti, siç ka Amerika për shembull, apo Japonia, apo edhe Bashkimi Evropian, ti ndërhyn e devalvon paran, sepse kompania blen lirë lëndën e parë, ndërkohë që shet një kompani amerikane mund blej lëndën e parë në dollar amerikan lirë, ose e ka tregun në Europë, blen edhe kur e kthen pastaj normën e kthimit në dollar, ka më tepër para se sa. E tani, për ta ditë se cila valutë ju duhet të hulumtoni pak, domethënë valutën duhet ta shifni se cila valutë ka më tepër. Ka treg të veçantë për këtë dhe njerëz që ka edhe agjen para për këtë edhe agjen brokeri ka mund ta bëjnë këtë punë. Po, nëse ju e bëni vetë, atëherë do ta shikoni historikun se si ka vajtur valuta. Maqedonia e ka pekt me euron, e ka të lidhur me euron dhe çdo lëvizshmëri ose volatiliteti i denarit ndikon nga fuqia e madhe e euros. Nëse në tregun e parave euroja zhvlerësohet, edhe denari humbet vlerë, sepse nuk ka një lloj politike fleksibël të saj. Do të thosh diçka, mund të përmend. Jo, për çështjen, do të thonë ekzistojnë njerëz të cilët edhe e luajnë këtë punën e shpekulimeve, janë në shpekulimeve, vazhdojnë në tregun e kësaj. Po është ajo shumë thjesht ta them për qytetarët se ajo është një farlloj produkti që quhet monedhë, se cila mund të tregtohet dhe ka treg të rregulluar për këtë gjë. Në fakt ekzistojnë politika monetare. Ajo që ta themi ne që ta kemi më qartë, me thonë që shtetet edhe një herë ulin ose e ngrisin në mënyrë spekulative vlerën e paras vete. Mirë po, e dyta që është më reale është se këto varet nga ekonomia, nga oferta dhe nga kërkesa. Sa më e lartë është ekonomia, sa më tepër ka ekonomia, aq më tepër ka monedha fuqi blerësat vetën, edhe sa më ulët ka ekonomia e humbet vlera. Domethënë kjo është ekonomia reale, në ekonominë fiktive, shtetet ndikohen sepse duan të japin avantazh një sektori i cili mund të jetë potencial në rritje të madhe dhe eksportuesi i madh dhe për ta bërë këtë lloj sektori më të fortë, ato e ulin vlerën që sepse ky sektor përveç se fiton para, krijon edhe treja të punës në vendin e origjinës, ka më të përfitim, ka më të përleverti ekonomike, më tepër taksa për shtetin e kështu me radhë. Niveli i riskut është shumë i ulët për para, sepse ti ke para gjithmonë i ke në xhep ose i ke në një lloj portfolio monetare dhe mund ta kthesh pastaj. E shet me një herë paran sepse nuk ka ndonjë lloj. Norma e kthimit është e 3 deri në 6% në qoftë se ju e bëni vendimin e duhur se cilën para, në cilën monedhë apo në cilën valutë do ta investoni. Edhe një herë, nëse s'merrni me tregti, keni para të gatshme 50.000 euro apo 100.000 euro, nuk do të tregtoni, ju lutem mos i mbani këtë kursimet e juaja në një monedhë, denar apo në euro, por diversifikoni në dollar, në euro, në British pound. Këto janë Japonia ka jenin e vet, domethënë këto janë 3-4 monedha kryesore të cilat humbasin apo vlerë. Pse duhet në këto 3-4 monedha? Sepse kur bie euroja ngrihet dollari, kur bie dollari ngrihet jeni e kështu me radhë, domethënë diversifikimi i portfolio që mundson të paktën mos keni humbje. Nëse keni kursim me 100.000 euro, nuk doni të investoni në para. Nëse doni të investoni, duhet ta ndiqni historikun e këtyre monedhave dhe shikoni kush ka potencial më të madh për të rritur. Norma e kthimit 3-6%, likuiditeti shumë i lartë. Kur keni denar me një ktheni në euro, kur keni euro me një shitni dhe ktheni denar. S'ka ndonjë lloj risku të madh. Edhe periudha ideale e kthimit apo e investimit duhet të jetë 10 plus vite, sepse me një vit nuk mundet të shikoni të ardhura, sepse ato mund të jenë vetëm bazën për ruajtjen e pasurisë tuaj, por jo edhe për investime. Për investime në monedha duhet ta keni normalisht 10 plus vite, sepse atëherë do mundet ta shikoni tamam si duhet normën e kthimit të paras. Aksionin kompani, Abil do thosh diçka për aksionin kompani apo jo? Jo, do tani nuk ekziston. Do rregulli në Republikën e Maqedonisë së Veriut për fat të keq. Në pjesën e aksioneve nuk është shumë i zhvilluar, ekziston, po nuk është miri i diversifikuar ose nuk është miri paraqitur për arsye se. A bota shpjegim çfarë është mas pas stoqe. Për ta domethënë si krijohen aksionet unë vazhdo pse. Jo, investime në e para dhe e dyta ju duket domethënë moda arkaike apo klasike, e treta është stok apo aksione në kompani. Çdo një person
investon, domethënë mund të shkojë në bursën e Maqedonisë dhe të investoj aksione në kompani. Çfarë do të thonë çfarë aksione? Aksione janë pjesa e vogël ku ju bëni pronari i kompanisë, të aseteve, goodwillit dhe emrit dhe produkteve të asaj kompanie. Zakonisht kompanitë emitojnë letra me vlerë apo aksione për shkak të rritjes kapitalit vet, sepse ka një cikël investimi të ri apo ka një lloj produkti të ri. Zakonisht ju duan paratë të cilat nuk mund t'i marrin në tregun financiar sepse paratë janë të shtrenjta dhe këto bëjnë emetimin e aksioneve dhe e lirojnë një pjesë të pronësisë vete duke emetuar letra me vlerë. Zakonisht 51% e mbajnë për vete, 49% sipas rregullorave që kanë ato i lejnë në tregun financiar. Tani a mundin qytetarë të blej aksione individualisht? Jo, do të ketë me dëmo të ketë një broker, një agent vetin, sepse ti nuk mund të shkrish të listojsh në bursën tonë Maqedonisë edhe të blesh apo të tregtojsh letra me vlerë si individ, por duhet ta bësh të nëpërmjet një lloj brokeri, një lloj agenti, të cilat mund t'i kesh sot në Google me një ulëmtim vogël dhe ti i thua atij personi që unë dua të blej në filan kompani apo në filan kompani një pjesë të kësaj. Tani pyetja numër 1 është si ta zgjedhim cilën kompani doni ta investoni. Ne zakonisht kompanitë janë që kanë risk të madh, edhe këto janë kompani që nuk kanë emër, janë startupe apo janë kompani të cilat kanë rritje të madhe, edhe për këtë ju duhet një mendim ekonomisti apo ju duhet një mendim agenti, konsulenti. Por më e mira është nëse doni të ketë risk të madh, do t'ju jep një lloj dividende apo një lloj page, një lloj interesi apo edhe një lloj fitimi të permanent si një rente mujore. Dividendi është një rentë mujore, cilën e merrni ju nga investimi i këtyre aksioneve në kompani që janë të etabluar, siç për shembull Kalluidi, Magpetrolli, bankat kryesore, Stopanska Komercijalna, ato ju japin 3 deri në 4 deri në 5% dividend mujore, edhe vjetore, edhe për këtë ju merrni rentën se i keni investuar të paratë. Ta bëjmë kështu të qartë se kur merr aksion, domethënë share, bëhesh pjesë e pronësisë të kompanisë dhe paratë të cilat ti investon ngelen te kompania. Ti mund mandej ti tregtosh aksionet e tua, por ama ai mbetet si pronar i aksionit. Dhe në të mirë dhe në të keqe, ka dividend, s'ka dividend, ti je pjesë më e pronësisë. Mund të kesh dividend ose nuk mund të kesh dividend. Këtë dishim ta them për pronësinë, domethënë ti bëhesh më pjesë e asaj ndërmarrjes. Si përcaktohet vlera e aksioneve, përcaktohet e gjithë vlera e aseteve të prekshme, të paprekshme që ka kompania, ndahet me numrin e emetimit të aksioneve dhe në fund jepet çmimi. Çmimi mesatar i aksioneve të Kalluidit dhe të Stopanska Banka, i këtyre kompanive, 10 kompani më ndaj, që mund të vërë 1.300-1.500 denar. Dhe me thonë, një aksion mund të bleni ju me 1.500 denar dhe ju bëni minority shareholder, një lloj aksioneri minoritar apo i vogël i asaj kompanie që është në treg. Edhe kjo pastaj ka vetë, dhe me thonë, normën e kthimit vetë, që është dikund thash edhe 4-6%, edhe ju për këtë lloj investimi merrni një lloj rente mujore, quhet dividend, që fitim mujor, të cilën ju mund ta riinvestoni në kompani apo edhe mund ta ktheni si pak të juaj mujore. Okej. Likuiditeti është i lartë sepse tha edhe Abili që ju mund ta tregtoni këto nëpërmjet emetimit të aksioneve në tregun në bursën financiare dhe ju mund të shisni këto lloj aksione, njerëz të tjerë të cilat kanë interes apo duan t'i blejnë. Edhe në fund për padjen e benefiti apo për parë këtë duhet të investojnë 10% vite më tepër, sepse ka vite operative kur kompania mund të ketë rrezik apo mund të ketë ngadalësim të hovit të fitimit, ndërkohë që ka ciklet të investimit kur norma e kthimit është më e madhe edhe ja vlen që trinë për të kompani. Ka kompani të cilat nuk japin dividenda, nuk japin fitim, po me vendim të bordit ato thonë që si vjet nuk do japim dividend, do ta kthejmë në vitin e ardhshëm. Duhet të shikoni këto nëpërmjet brokerëve të juaj, agjentëve të juaj, të pyetni cila kompani jep dividend çdo vit dhe cila kompani vendosin që dividendën e juaj të reinvestojnë në kompani dhe pastaj ta kthejnë në fitimin e juaj pasi të reinvestuar në kompani. Okej, ajo që dua ta ceki unë që është më e vogla këtu në fakt ETF apo index fundi, dhe index fundi për një shkurtim, në qoftë se në bers ka listime të aksioneve të këtyre kompanive, index fundi është investimi në bers, dhe kjo është një lloj tregtie apo një lloj parashikimi se si do lëvizën berza e Maqedonisë e letrave me vlerë apo aksioneve, ose New York Stock Exchange apo edhe London Stock Exchange. Në qoftë se berza shkon lart, ju
fitoni, sepse i keni vendosur në një portfolio apo diversifikim të gjithë aksioneve që janë të kompanive të listuara brenda. Në qoftë se berza shkon lart, ju fitoni sa është edhe rritja e berzës, në qoftë se berza bie poshtë, ju mbisni para. Do të thonë ju investoni në indeksimin e kësaj lloji berze, jo në aksione individuale të kompanive. Nuk keni pronësi. Jo, s'keni pronësi. Fare. Thjesht ju bëni parashikim, domethënë ju investoni që berza, edhe si shkon berza lart, kur këtë kompanit kanë rritje apo kur këtë kompanit kanë fitime, atëherë edhe norma e kthimit ose investimit tuaj në indeks është më i lartë sepse berza pritet. Në qoftë se kompanitë kanë performancë më të ulët apo kanë rënje, edhe berza ka për tra, sepse kompanitë nuk kanë përfitime apo nuk kanë fitimin e duhur të asaj. Si vendoset kjo për shkak të ekonomisë? Në ekonomia është rritje, tregon që ka performancë sektorit privat, ka rritje të fitimeve, ka rritje të vendeve të punës të asaj kompanie, edhe kompania ka performancë apo indikator më të mëdha ekonomik nëpër bilancin e gjenjes apo edhe nëpërmjet bilanceve të pasqyrave të fitimit. Në qoftë se ekonomia është e dobët, edhe berza tani mund të ketë individ apo kompani të cilat janë shumë lart, po 9 kompani të tjera janë poshtë, kjo do të thonë që ti fiton aksione, mirë, indeksi është përsëri negativ, ha? Në qoftë se 2 kompani menda këtij indeksi të këtë kompanive të listuara, është 2 kompani kanë rezultate pozitive, apo pasqyrë pozitive, 8 tjera që janë humbje, kjo e merr me vete edhe indeksin e berzës. Do të thosh diçka këtu apo jo? Vazhdojmë edhe me tjerët se mandej do të kemi. Indeksi niveli i riskut është i mesëm. Pse është i mesëm? Sepse këtu mund të keni humbje, mund të keni rënje, mund të keni fitim, varësisht nga performanca e kompanive. 10 deri 15% është norma e kthimit, është pak më e lartë se këto të tjerat, sepse ju e diversifikoni portfolion apo i vendosni më tepër vesë në një sport. Nuk i veni të gjithë vesët në një sport, po i ndani sipas aksion. Këtu jeni pronar edhe i kompanisë Coca-Cola, nëse investojnë në New York Stock Exchange, apo jeni edhe kompanive tjera, për shembull Toyota, kështu me radhë, të cilat janë të listuara në berzën ndërkombëtare. Edhe këtu nuk mund të investoni individualisht, me do mos merrni një agent tregtar, një brokerin e juaj, i cili do investoj për ju në emër të juaj. Thjesht thonë që unë dua të investoj në indeksimin e këtyre aksioneve, edhe ato persona pastaj do investojnë. Tani a mund të investoj, dikush më kanë pyet, a mund të investoj në New York Stock Exchange? Po, mund të investoni, do gjejni një broker i cili ka licencë ndërkombëtare, edhe i kontaktoni këtë personi. Zakonisht duhet një lloj kontratë, po duhet edhe pasaport, edhe duhet një lloj gjeollogarie e veçantë, e cila do transferoj paratë e juaja në të brokeri ndërkombëtar për të investuar në këtë lloj instrumenti financiar. E treta fare është origjina e parave. Nëse këtu te ne nuk kërkohet origjina e parave sepse ju investojnë në denar, atje jashtë do të jeni certifikat se nga i keni marrë të paratë. Nëse vin të paratë nga kursimet, atëherë do çojnë një certifikat nga banka për të gjithë kursimet që i keni, nëse i keni trashëgimi, po do keni një lloj certifikate, por ideja e atij brokeri që do kërkon nga ju se nga keni marrë të para. Likuiditeti është i lartë sepse ju mund të trajtoni këto lloj indeksime më njëherë, edhe mund të ktheni këto pastaj në para, mund të thoni që nuk dua të investoj më tepër në indeksimin e saj, edhe më njëherë tregtohen sepse ka njerëz që presin radhë për ta blerë aksionin e juaj apo këtë lloj certifikate të indeksimit të bursave për performancën e kompanive. 10 plus vite duhet të shikoni likuiditetin apo edhe fitimin. Çfarë janë këto norma e kthimit? Kjo është domethënë ju nëse investoni në afat shkurtër, ideja është që nuk do i merrni me një parat shpejt ose do keni një fitim signifikativ të investimit të juaj, për të parë rezultat apo për të pasur impakt apo për të pasur fitim më të madh, duhet t'i leni parat 10 plus vite, sepse atëherë berzat në afat gjatë më tepër rriten. Nëse është në afat shkurt, ka volatilitet, ka fleksibilitet, mund bie, mund tulet, por në mesatare 10 vite më tepër rriten aksionet. Prandaj investimi nuk bëhet me paratë të cilat ju duhen, doni të bëni shtëpi apo doni të bëni darsëm apo doni të bëni një investim në renovimin e shtëpisë. Paratë e investimit janë të gjitha ato parare rezerva të cilat ju i konsideroni të humbura. Në momentin që ju mendoni se nuk i keni, atëherë këto janë paratë të cilat duhet të investoni. Fondi pensional tani funksionon në lloj ngjashmërie, investment fund.
Në ngjashme është kjo, më shumë se 10 vjet, mandej të rikthejmë paratë tua. Po, në nuk mund të thoni që dëgjoj kam një 30 mijë, ma pas 2 vjet do bëj shtëpi, edhe këto para do i shoh të investoj në 2 vjet. Nuk shkon kështu, domethënë paratë të cilat ju i konsideroni të humbura apo të themi të rezerva e juaj financiare dhe nuk i prekni në asnjë lloj mënyre, këto janë paratë të cilat janë kursime për investime. Të gjithë të tjerë të cilat vendosin në operativën e juaj, që për mbulimin e shpenzimeve, që për renovim, që për blerje shtëpie, atëherë këto nuk janë para për investime kursimi, por këto janë thjesht kursime të cilat do i përdorni për ekonomizimin e familjeve të juaja. Shkemi shpejt sepse patueshmëria është më e rëndësishme, domethënë nëse nuk flas për patueshmëri të bëj shtëpi, por patueshmëri është blejsh banesa apo të blejsh tokë apo të blejsh shtëpia, të cilat ju pastaj i tregtoni, ju a jepni njerëzve të tjerë. Kjo patueshmëria është niveli i riskut është i mesëm, sepse dihet që ka patur raste ku në Shkup patueshmëria ka qenë goxha e lartë, edhe pastaj ka ra, po ka patur një lloj. Sot kemi diku për 33.000 banesa të cilat janë nuk shiten në Maqedoni. Unë bëra një ulëmtim, doj që 33.000 banesa janë të ndërtuara, por nuk shiten sepse tregtarët i mbajnë çimet në mënyrë artificiale të larta, edhe pse ato kanë amortizimin e vet, ato kanë kostin e vet, ato nuk i shesin sepse paratë e pista apo paratë që nuk kanë origjinë, më tepër se gjithçka futen në patueshmëri. Niveli i riskut është i mesëm, tam edhe një herë, norma e kthimit është 10 deri në 13%. Domethënë ju për çdo investim që bëni për te, duhet ta dini që do merrni 10 për 13% të investimit të juaj. Likuiditeti është i mesëm, nuk mund ta shitni më një herë kur ju e ndërtoni, po i krijoni një lloj inventari të banesave apo të shtëpieve dhe ju i shitni atëherë kur kërkon tregu, ju kur kërkoni ju. Periudha më e mirë dhe ideale e kthimit është 5 deri në 10 vite, domethënë çdo gjë që jep për 10 vite kthen investimin, atëherë sipas kësaj normës interesit atë keni 10 vite nga 10%, 100% të investimit. Çdo gjë që është e mbi 10 vite edhe nuk e jep 100% të kthimit, mos u futni sepse s'ka logjik. 100% domethënë kur ju e ktheni investimin e juaj, domethënë që investuani 100.000 euro dhe ju ktheni 100.000 euro të investimit të juaj plus edhe fitimin të cilin e keni. Nëse ka 2%, juve ju duan sa 25 vite ta ktheni investimin e juaj, që është investim që mund ta bëni në çdo vend në instrument tjetër financiar, jo në patueshmëri. Domethënë, duhet ta dini që ose qira ose shiri shiqe, duhet merrni diku për 10 deri 15% në vit që ta riktheni investimin e juaj total në 100% në 10 vite. Nëse ke investuar edhe një 100.000 euro, ju do të keni pas 10 vite do të keni 200.000 euro. Domethënë 100.000 euro të juaja dhe plus 100.000 euro fitim, të cilat do ju mundson të ketë një lloj logjike investimi juaj. Në fund është Ari është u habita kur e kuptova që nga 1971 deri tani Ari e ka rritur vlerën për 60% vetën në nivel vjetor ka 4-6%, edhe Ari është metoda më arkaike dhe konservative për kursime, edhe këtu e vjen edhe shtetet e mëdha i vjen të gjitha depozitatet e vet në Ari, sa më tepër Ari i ke, aq më likuiditje, sepse nesër pas se kur do të përfundojnë monedat, Ari do jetë mënyra e parë e shkëmbimit. Përpara kësaj konferencës Brandenburgit, Ari ka qenë si mjet shkëmbimi ndërmjet shteteve në kundërvlerë të produkteve apo shërimeve të cilat kanë dhënë. Pastaj në konferencë u vendos dollari si mjeti kryesor i shkëmbimit dhe çdo gjë që e cila bëhet në dollar ka vlerë. Ari dhe dollari. Po Ari është edhe për shtetet dhe për qytetarët më e rëndësishme, ulët është risku sepse Ari çdo kush e blen dhe Ari çdo kush e tregton. Thashë një 4-6% është norma e kthimit, nëse keni më tepër para, shqiptarët apo njerëzit ton më tepër investojnë në Ara, qoftë nëpërmjet Arit është Ari më arkaik, po edhe nëpërmjet stolive të cilat i kanë i vendosin bank, sepse Ari është mënyra më e mirë dhe më konservative dhe më e sigurt për të po s'ka normë të madhe kthimit, 4-6%. Likuiditeti është i mesëm, edhe këtu nuk mund ta shitni me një tre sepse varet nga likuiditeti i kompanive ose atyre që e blejnë. Nëse ato kanë cash e blejnë, nëse s'kan cash nuk e blejnë. Sa më tepër vlera më e madhe, aq më pak mund blehet Ari sepse ka vlerë të madhe. Nëse është i ulët, atëherë likuiditeti është i madh. Edhe këtu ka 5-10 vite, edhe në fundit është kriptoja. Ti do të thuaj çka për kripton ajo? Jo, është një monedhë e cila jashtëzakonisht merr kohën e fundit.
janë paraqitur shumë kripto, nga ato që i njohim dhe ato që ende paraqiten. Unë mendoj se do të ngelet është mënyra për momentin më interesante për të trajtuar. Ja i shohim edhe krizën e fundit, se si në mënyrë të interesante trajtohet edhe kjo dalja e anijeve nga ngushtica e Hormuzit, do thonë bëhet me anë të kriptove dhe finansohen shumë gjëra të cilat janë të çuditshme. Herën e fundit kriptoja mundohet të hyje edhe në si valutë për këmbim në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një iniciativë nga Fedi, Donald Trumpit vetëm, ka një iniciativë që Fedi të pranoj 4 kriptoja, të cilat do t'i marrim. Kripto është interesant, do të thonë ka mënyrat e veta se si trajtohet. Mund ta them edhe një çfarë është kripto? Kripto është monedë digjitale. Nëse ti ke letrën si monedën tënde të parave, kjo është një monedë digjitale. Edhe kjo zakonisht mbahet apo ruhet apo vendoset nga një blockchain sistem kompjuterik, e cila është një inventar publik i të gjitha aktivitetet tua që ti ke trajtuar me kripto, edhe kripto e ka vlerën e vet sepse është moneda digjitale juaj. Tani kjo që tha bile shumë e rëndësishme, akoma nuk ka një legjislacion e cili e njeh kripton si monedën universale të shteteve apo të vendeve. Janë iniciativa individuale të cilat trajtojnë kripto dhe blejnë kripto me qëllim të shpekulimit apo të fitimit, por ajo që duhet të them është që kriptoja, nëse deri tani ju keni përdorur bankën si person ose institucion apo person juridik të mesëm për t'i paguar kompanisë një lloj paraje për një produkt apo një shërbim që ka bërë, tani ju këtë lloj relacioni e krijoni direkt me kompaninë, sepse ju i shkëmbeni ai produkt që jepni monedë digjitale dhe kjo e shmang bankën. Prandaj bankat janë aq të fuqishme saqë krijojnë influencën e vetë nëpër shtete për mos dhe mundohen të hyjnë në këtë biznesin. Qëllimi i parë i kriptos është të jetë ta bën deregullirimin e tregut financiar. Kjo do jetë mirë sepse do paguni më fitën dha që ka banka, apo do e bëni këtë nëpërmjet një shkëmbimi tregtar apo financiar apo direkt me partnerin e juaj të biznesit. Kripto është moneda që shmang bankat, ndërsa bankat janë moneda që ka depozitime edhe ka të gjithë aktivitetin ekonomik të qytetarëve të kompanive brenda kësaj. Do të shumë e vështirë të fitoj kriptoja, nëse banka e njeh kripton si monedën e vet digjitale, atëherë do jetë futur nga dera e vogël e një monedë alternative e cila do jetë po ashtu e njohur, por do jetë do të thonë e njohur, por do jetë edhe si mjet shkëmbimi. Niveli i lartë, risku shumë i lartë, risku të keni patur ne edhe Bitcommerce këtu në Shkup, e cila kishte edhe një lloj tregtie, skem piramidale, bleshje kripto dhe më në fund nuk ekzistonte investimi juaj sepse ishte skem. Po do të jesh shumë është i lartë, do të vleni ato kripto të cilat janë të njohura, po do kanë normë kthimi të ulët. Norma e kthimit është prej minus 100% deri plus 500%, varësisht sepse është volatile, është shumë fleksibël, ka risk të lartë, por dhe fitimi është i lartë. Likuiditeti është i lartë sepse gjithmonë shkëmbeni kripto, edhe në fund është një periudhë kthimi të spekulative, edhe unë nuk marr përsipër të them sa duhet të investojnë, sepse kur ka një instrument financiar që është spekulativ, fitimet dhe humbjet janë menda ditës, mos them edhe menda orës. Me kaq mendojmë se ne kontribuam. Ishte jashtëzakonisht një shpjegim i jashtëzakonshëm profesor Visar. Patjetër them se e bënë bashkë kështu në mënyrë se mbajtë një ligjërat jashtëzakonisht shumë të mirë. Më thonë, munduam të kapim, nëse ke ende të shtosh ta përfundoj sepse shumë mos ta mbajmë këtë. Më thonë, desha të them se shive në moment të krizave ne duhet patjetër të bëjmë kontrollin e shpenzimeve qytetarëve, do duhet patjetër të jemi të kujdesshëm, mos na kap stresi financiar që thotë, me ndër të mundohemi të jemi të qartë, të jemi të koncentruar aty ku duhet të investojmë, dhe duhet patjetër të mbajmë ato rregullat 50, 30, 20, 70, 30, 10 që i themi ne çdo që ekzistojnë. Do të thonë është patjetër të shohim këto gjëra, mos bëjmë gabime të cilat e bëjmë në kriza, si e përmenda çështja e panikut. Jetesën mos ta bëjmë si më parë sepse jemi në situatë krize, do duhet pak më ndryshe të mendojmë, të marrim kredit
kur na duhen jo vetëm për konsum, domethënë na duhen kredit vetëm kur është e nevojshme, ose situata e krizës e shpjegove është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme se atë norma e interesit hyp ashtu si hyp inflacioni, domethënë të bëhet ai balansi domethënë në tregun monetar, domethënë të bëhet planifikimi është i patjetërsueshëm të bëhet planifikimi, kishit një shpjegim jashtëzakonisht shumë mirë te pjesa e planifikimit, edhe është më e keqja që thotë sa herë mos kursejm fare, domethënë do duhet patjetër edhe në situata krize të kursejm, kur domethënë problemi mos tjetë vetëm kriza, por problemi të jetë ne si reagojmë ndaj krizës dhe ne si dalim prej kësaj krizës qytetar dhe biznes. Vetëm edhe një send fund, sepse ka njerëz të cilët pyesin ku ti investoj paratë e mia, ne i tregojmë kripto instrumente, por nëse do të ketë një lloj golden advice, një lloj këshille me shumë e çmueshme, do jetë që duhet të diversifikoni të gjitha portfoliot. Domethënë ajo që tha 30-30-30 apo 50-30, një pjesë vendosin në aksione, një pjesë vendosin në aksie dhe një pjesë në... Pse? Sepse zhbalancimi i njerëz nga këto instrumenta financiare e rritën tjerë. Mos të futen të gjithë vezët në një shport. Me një shport. Kur bie ari, zakonisht shitet patundshmëria, kur bie patundshmëria, zakonisht shitet ari. Edhe ju paktën do keni një lloj zero sum game, domethënë një lloj loje e cila përfund do rezultojë me zero, por nuk do jetë humbje. Edhe e fundit, nëse keni vetëm pak para, edhe i futni në një instrument, edhe këtu mund të keni një lloj diversifikimi. Për shembull, patundshmëria duket më pak e pa diversifikueshme, po jo. Ju mund të investoni në një lagje e cila dini që do ketë rriqe, edhe thoni do investoj në këtë patundshmëri, nuk do investoj në qendër. Qendra ndoshta është më e madhe investimi, por norma e kthimit është më e vogël, ndërkohë që mund shikoni në një lloj vendi ku ka potencial për të rritur, edhe atë investojnë në atë lloj zone e cila ka risk më të lartë, ama e ka dhe normën e kthimit më të lartë. Apo në një qytet i cili ka potencial rritje, sepse ka imigrantë apo ka njerëz të cilët investojnë paratë veta. Çdo vend ku do investoni ju, do të keni një lloj diversifikimi. Asnjëherë mos investoni paratë juaja në një instrument i cili nesër mund të ketë rënje për shkak të performancës ekonomike të shtetit apo të kompanisë. Me kaq po e mbyllim e mbyllim edhe këtë episodën e radhës, biseduam domethënë për mundësitë e investimeve, edhe në situatë krize, po edhe normal, kur e kemi situatën edhe pa krizë, domethënë kriza nuk është kjo se do ta kemi krizën e fundit, është një farlloj seleksionimi si ju do t'i gjeni instrumentet më të mira për të dalë për këtyre situatave. Unë kisha thënë ato që mësojnë bjetojnë. Ato që nuk mësojnë nuk bjetojnë. Me këtë mbyllë, Faleminderit shumë. Natën. Pafshim.